Mos ma përmend mu Serbin, se Serbin me Kosovës me 24 milion banor e me ushtri me polici e kena qitë pe i këtuit. Përshëndetje mi që dashër, mirë se vërtet anë gëdhe në analizë. Sot jam pak se më ka kap një farë gripi, po kur të një njëre i Lutfi Azirin, që dy lidhjes t'i ka, po foli me keqardhje, s'ka qare njëri pa bo video. Po, s'po foli sen miq, shkojmë të në gjë video i lutëm, të diskutojnë zbashku. Luftës, kur kush nuk i ka një, këtë që tash e ka njësë me vazhdoni luftës. Politik lindo shala. Po ajo politik lindora, sa i përket Serbi. O krenar, o bablok, o pos e kanë marrë tradhtarën, mos e ki marak o burë, se s'kanë qka i bojnë Albin Kurtit. Albin Kurtit veç që ngritë manal. Sen ty ben munën mi bo këta. Atim pse? Sepse tradhtarët jënë bashku me tradhtarën. Kështu që nuk është fort për më e pa e madhe, sepse është, qish me thonë, jo, u bo një grup që nuk ja do të mirën Kosovës. Por fat keq, po të me thonë këto, sepse Rëgova ka nishi. Me bo mu që Ibrahim Rëgova, mi po, kush e son të kë, e shë shpirti për zdyti. Për beso. Shkojnë amish? Mos ma përmendi mu Serbin. Mos ma përmendi Serbin, po djega. Qka thëj që ma heret? Po shkojnë amish? Mos ma përmend mu Serbin, se Serbin me Kosovës me 24 milion banor e me ushtri me polici e kena qitë pe i këtuit. Ua Lutfi Aziri e ba blok. Sa milion banor e ka Serbia burë? Unë e di që i ka 6 milion e 200.000 dhe 6 milion e 500.000. Ka pi mërë të jatari se 4 milion s'po të kuptoj e burë. Spjegona pa ka monit koftë. Na bone Serbin sa gjysë Aspanjës. Kështë turpi i botës. Po jo që ti pas ke qeve pa Serbin e madhe. Si mas fjallet tua. Ose ko ke ignorant, kret. E s'po di që sen. Shkojnë amiq? Me rezistencë dhe me kryengritje, edhe deri në 2009 edhe... Jo me rezistencë me kryengritje, o ignorant, po me luft. Me luft. Shkojnë amiq? Deri në 2025, Serbia në Kosovë s'ka mujtë më këthy, s'mëllët më këthy, me do fallonga edhe... Pse kur u këthy Serbia? Parat 25-ës? Unë falë, mas 25-ës, se po thu deri 25-ën. E pare, e dyta, kush është fallonga për ty? Kryeministri? Shkojna me të ndëgjë ma mirë pak? Do fosile politike që ka Almeda me Kosovë, po merë në ju. Mos vazhdoni me... U dash stat të dyshuar për spionazh me arrestu. Bravo, kërë. Po vazhdoni krimet e luftës kur kush nuk i ka një, këtë që tash e ka njësë me një krimet e luftës. Lutëm. Po vazhdoni... Po me full të ditën për asociacion, se marrë Ka dal mos o dorëzo burë. Jo arme po debat, pa tjetër. Këta i përgjegje që po të pytë krenari. Ti ke di që po shkon debat. Nuk je Serbia të me të abo ty kështu. Qka dush ti me të folë? Ose qka dush ti me të këti përgjegjen? Jo. Këtheja përgjegjen krenarit edhe të regoj qka po të pytë. Jo qka dush ti? Se ju e një sta që i këni pru 12% LTK-n. Me gjithat lurin e juve.
Apo do me bo monolog? Problemi është se... Do me bo monolog? Jo, s'ka problem. Vetëm... Jo monolog jo, po debat. Nuk ka nevojë me bo monolog, debat. E kur s'ki çka thu, e thu këto. A do me bo monolog. Ti si as me bo monolog, edhe si as që fol. Ti je vetëm i fal shtratrat Kosovës Serbisë. Ti me gjithë të kënë. Nxjerë në binar, me do fallon nga Serbisë që kanë me të varë që në fosile politike, ju vazhdoni më morë, më kreni. Kush janë ta Fallonga, që ata që e vrajtën Afrim Bunjakun, Fallonga, që ata që dashtën me hit deri në Prishtinë, Fallonga për thuti aty në? E ta marrof zot i ftyrën. E zotit marrof në dy tjetë. Turp dëshmetar që e ka fol. Fallonga për qënë ata që na vrajtën Afrim Bunjakun. Ata janë terrorista, jo Fallonga. Mos e zbut mua beten, o ignorant, që s'po du me të ofenduhe, nuk o gjuha jam. O Zoti është katrov që shini, se ju është katrut Kosovën. Zoti ju shkatrovët që jeni, po tari përsëris, se ju nuk jeni e mira Kosovës, ju jeni të merë i Kosovës. LDK, PDK, AK, ju jeni të merë i Kosovës. Por diçka e në të bukët, më sa përmen mu Serbinë, se Serbinë me Kosovës me 24 milion banore, me ushtri, me polici, e kena qitë për i këtuit, krimet... E tash, të kalzoni ty çka ti ke thonë për Serbi. Çka do të më thonë Serbisë. Gënë mi se dashë se unë e di që e keni ndëgjue, po për me ja bo bajat, ti ma trapazi. Këti... Shkojme që. Shqiptarët e Kosovës dindore mu përshime dhe Kosovës. E tani qka me dhonë? Këta e di me dhe na. Po këto nuk përjapin. To i vetë kush e mërë, është Albin Kurti me laps. Po jo me marë ato me dhonë diqka. Jo, kjo është e jonja, në vend tonë, ajo kone e jonja, o kone vend tonë. Po na kanë marë, e kanë shqitë radharë si kur ti. Në atë ko. Vetëm arrof Zot i ftyrën. Leposavici dhe 17 fshatra në ndrime. Po ku merë ti këtë gudzim, o ignorant, o që ka të rovë Zoti me thonë, na do të me adhonë Sërbi 17 fshatra. Me çfar frimi, me çfar gudzimi e thuti këtë fjallë me ta marrovë Zoti gjenazën ta marrovë. Ku merë ti këtë gudzim me thonë, Allah? Mos o toka jote? Po ti për tokë tonët, shpis tonët ti zguzon me thonë, ti japi kujshizbe ta marrovë Zoti ftyrën ta marrovë, pa fol me thmitu. Edhe tokën që ti ke bosër veç e jote, se aty e rrith fëmija jetë. Pa kesh kuptime. Dush mi pyt. Jo ti tokë të Kosovës ti thunë atë me adhë 17 fshatra, une e shoqit me adhë 17 fshatra. Ta marrovë Zoti ftyrën ta marrovë. Kur dit barë mos pash një tonë ti. Po ty Serbia kur një kështu ka fol ti. Çka bëna ja? Ta ma trapaz? Tjetra thej kjo se kam problem dhe Albin Kurtin. Listën sërbë, më falë, po kam problem Albin Kurtin. Kom lanë. Por një kështë vota. Plus të eke do të më këthyve ku i në kona të. Më vesh policia, më këthy kryetarë të komunave që e në konë, më këthy prokuroria e Serbisë, kretë që ishë konë, tani me lasë me anisë për fillimi. Pse? Pse kjo zbonë se e ka kry Albin Kurti. Do të me kry na. Zoti jo djekë juve për zgjallë, qa i keni bojë Kosovës. Me qani ka i bëni ala. O votu zëri dëkës. A keni mërë një tro këtu ajo? Qysh më revoton njëri që i thot du të me amër 17 fshatra? Serbis? A jetë tjetra thotë s'kom problem, thot me ligjën sërbë, kom problem me Albin Kurtin? A i tjetëri thot del një burë del.
thot boll është boll, Mitrovica arrit nuk është e jone, është e Serbisë. E jo aty shkoni edhe mas tyne sikur shkoni rani Shqiplak, mas tyne, mas puna, mas ratharve. Votuesën e DK-s, ai që e përkra krimin, ma kriminal bëhet ai se vetë ai që e ka bërë krimin. Ose matratar bëhen ata që e përkrajnë tradhtarin, se vetë tradhtari. Se në atë moment që ju përkrani ato, ju pajtoni që me adhon Mitrovicën komplet. Në më 17 shtatrave në Posavicë me adhon Serbisë. Ju këtë pajtoni aty. Në atë moment që ju aplauazoni, e votoni, duhet më jarë turp, ju e votuesit e DK-s, për si të bollë, për foli me keshardhje. Që e kam respekt për secilin. Amo, me votu një njeri, me votu një parti, që thot Mitrovica veriore, së është jone, 17 shtatra në kënë tonët, turpi jem loftë edhe juve tonë. Një ka një. Dhe kjo është e pa falshme. Në një që ka ndodhë në kohën kur ka ndodhë. Komuna e Lefsavicë dhe 17 shatra, nuk dështoj sonde me vota shkorosje për subjektus. Sa shatra të Lefsavicë dhe zotë motokët nuk është shonë pasore. Ose ma mirë me thonë, jo do mos dëshmërisht do në qenë pasore. Janë shatra sërbe, janë këthy ma vitet 50. Janë fut në Mitrovicë, në zonën administrative dhe komunale të Mitrovicës. Turpi i potës. Unë e saktuar, Qërë këtë? një politikani që shumë pëtru, që dhëtë mjaftë është mjaftë dhe ju së shpësu. Një moment saktuar, vonë dalin. Por zoti votuesën e DK-s, që shenin një vetën? Amoni i kofte e kom një pyetje për juve. Qysh e nini vetën kur e nini këto deklarata? Apo nuk janë një fare për populin e Mitrovicën veriore? Si intereson fare e punë. Nëse nuk ju intereson, dilni o burë, unë s'na intereson fare dhe mire ka kjo në regullim na. Absolut. Po nëse jeni shqiptare, keni pak gjak shqiptare, tregoni vetën me 7 qershor. Veç pak nëse keni gjak shqiptare, votuesën e DK-s, tregoni vetën me 7 qershor. Mos e përkrani tradhtin, mos e përkrani tradhtart, mos e përkrani mashtrust e milionerat që javë kam pi gjakun. Po përkrani dikon që menon për juve dhe për fëmijën e juaj. E mos bëni gracat e këtyne tradhtarve. Pa. Politikani që shumë pëtru, që thotë mjaftë është mjaftë dhe ju së shpësu. Va ngotash, këtë tjetërin për DK-n. Në atë kohë, Kosovës ja kanë bashkan gjitë Leposavicën dhe Lishakun. Qërë kë kali brojës. Kjo hala ma thellë se këtë tjetëri. Të merë i botës me shtë dashë. E ja kush del kërkon vota para popullit. Se zveçalit. Do të ta ku fi? Qa po që ujë të lutë vjazirit ta marrë zotë i ftyrë na shqipa sërbisht. O ignorant, o zotë të vrath për zgjallë. Pe polli pe li pe nalt, pe zotë të ortë. O ta marrë zotë i gjenatën ta marrë. Ajo pjesë është dhuruar nga antishqiptari famkesi Aleksandar Vuković. Qërë kë kali tjetër, e shta që si historiona miq, dashër, votues në DK-s e për DK-s, na kanë marrë në qafë, na kanë për qa, na kanë zvoglu, Kosovën e kanë posa një grësht, për modës kuqe, që si tradhtarsh, për DK-s, të DK-s, AK-s. Këta janë mashtrus, mishtë dashër, ju Albin Kurti. Këta janë tradhtarët, mishtë dashër. E mas luftës, jo para luftës, mas luftës po flasëm gjithmonë. Së në di që kemi ndalë me fëndu tash, po 5 parë se japë tu e ka del, 5 parë që i bënja për atë punë. Për luftë, gjithmonë këmë thonë prapë, i përkullim.
Por, që shi përkullëm për luft, mas luftë sytë mos je pofsha fara e dalë tonëve. Ata që kanë punu kundër Kosovës. Se mi thonë, na ka falë Rankoviqi, kjo është me punu kundër Kosovës. Me falë Qakorin, kjo është me punu kundër Kosovës. Mi thonë, 17 fshatra du me adhon Leposavicit. 17 fshatra me Leposavicit, du me adhon Sërbis. Se na ka falë Rankoviqi, kjo është tradhti kombëtare. E je votus të tyne, i bashkan gjithë njësoj. Se për përkrani kriminelin, për përkrani tradhtin. Kërkush në presion tradhtar, as Ramushin, as Thaqin, për luft. Pse të cilët i përkullëm? Tonë. Amo, si politikana për flasëm, si politikana, fara e huptë, kur si të mësja pofsha. Në politikë gjithmonë për thula. Me gjithët vjas gjere atë bukuroshin e LDK-se, ja pra mishtë të dashën me kanë kemë bajnë punë. Ja pra kushtin me bo video. Ja kushtin me afqit rathit në për YouTube e Facebooka e TikToka. Miq, Zoti Rujt ju përshëndes me këtë video. Pozit, Zoti Rujt edhe ju ju përshëndes pa marrë parasysh se i përkrani tradhtarët, i përkrani kriminalat. Bravo i koft juve, po në prap i kom vllazën një shqiptar, ju përshëndes gjithsesi. Zoti Rujt miq, ju përshëndes nga Oslo, respekt. Albin Kurti, ta zemër ta, Zoti Rujt me gjithë familje.